Shqipërinë ndajmë 10 ditë nga zgjedhjet e 11 majit dhe politika është e gjitha në nethet e fushatës dhe kalkulimeve për vota, influenca, ndikime politike, kudo ku prodhohet rezultat, falë ndryshimeve të fundit të kodit zgjedhor, me miratimin e një marrëveshje mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, në këto zgjedhje, 2/3 e listave të kandidatëve do të jenë të hapura, ndërsa 1/3 e tyre do të mbeten të mbyllura. Kjo risi solli dhe sfida të reja për kandidatët, veçanërisht ata në lista të hapura, të cilët që nga shpallja e listave ju desh të angazhohen në fushata më intensive, të personalizuara për të fituar mbështetjen e votuesve. Qarku i Tiranës pritet të jetë një nga zonat më të nxehta të garës elektorale, ku si mazhoranca, ashtu dhe opozita kanë angazhuar disa prej figurave të tyre kryesore. Partia Demokratike ka përfshirë në listat e saj emra të njohur si Orida Tabaku, Ilda Zhulali dhe Dhurata Çupi. Këta kandidat, duke qenë në lista të hapura, janë detyruar të zhvillojnë fushata më intensive për të siguruar votat e nevojshme, jo vetëm për të synuar një vot të pakënaqurve, por edhe për të maksimalizuar voton brenda vetë forcës politike. Kjo është shpresa vetme për ëndrat tonë. Në këtë ëndër jam duke luftuar. Me këtë besim e këtë ëndër kërkoj votën tuaj. Në 11 maj ne të hedhim hapin për të ndryshuar politikën. Le ta sjellim bashkë të ndryshim. Dalë mbështetje zotit Meta edhe për ndryshim për datën 11 maj. Për më tepër përfshirja e diasporës në votim, për herë të parë, shton një dimension të ri në strategjinë e fushatës, duke kërkuar nga kandidatët që të adresojnë edhe nevojat dhe shqetësimet e shqiptarëve jashtë vendit, duke i kërkuar edhe këtyre të fundit të bëjnë një përpjekje për të ndryshuar gjendjen në Shqipëri. Por si ja kanë dalë deri në këtë pikë të fushatës, gratë që janë në garë në këto zgjedhje? A do të jetë një parlament më i mirë apo më i keq ai që do të dalë pas zgjedhjeve të 11 majit? Përse është folur kaq pak për politikë në këto zgjedhje? Dhe cili është objektivi real i opozitës në betejën e 11 majit? Mirëmbrëma në Top Story. Sa i përket zgjidhjes së kodit elektoral që i përgjigjet ose jo, një demokracie funksionale në Shqipëri, nuk ka qenë një, mund kanë qenë 10 raste që një herë përmendur, një herë adresuar, e kemi fokusuar çështjen e një kodi elektoral i cili pas zgjedhjeve të 11 majit do ta gjykojmë objektivisht se çfarë do ketë prodhuar në Shqipëri. Nga ana tjetër, bashkimi i kodit elektoral me një formulë atipike, sui generis, të pa aprovuar më parë, që kombinon listën e mbyllur me listën e hapur, i ka vendosur në pikpyetje edhe eficiencën dhe pragmatizmin politik të dy establishmenteve të mëdha, PS dhe PD apo koalicionit të PD-s me aleat të tjerë, nëse ky kod elektoral dhe këto lista janë ndërtuar strategjikisht për të maksimizuar votën. A do duhej që Partia Demokratike, ata që kanë listën e hapur të kishte në listën e mbyllur? A do duhej që Partia Socialiste të vepronte ndryshe ose jo? Sot kam në studio 2 përfaqësuese të koalicionit Partisë Demokratike, siç është quajtur Shqipëria Madhështore, zonjën Orida Tabaku dhe zonjën Erisa Xhixho. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Kam kënaqësi t'ju kem në studio. Arion Sulo, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Esion Akonomi, mirëmbrëma, mirë se erdhe. E nisa kështu me ju, jeni të dyja, nuk di t'u ndaj sa mandate, nuk ka nevojë ta thoni sa mandate keni në Parlamentin e Shqipërisë, të vendosura në të njëjtën listë të Tiranës, në situata të ndryshme, beteja ju do thoni të njëjta, por nga ana tjetër me vibe të ndryshme. Domethënë, Jorida është duke bërë një betejë aktive të madhe në listën e hapur, Erisa ka një betejë aktive të madhe për Ilir Metën, ka diferenca por dhe jo, së pari si po e përballon listën e hapur tani. Në fakt e shpjegove shumë mirë dhe e the shumë mirë edhe ndjesin me insertin, po edhe me hyrjen tani. Është një betejë jo e lehtë. Është një betejë jo e lehtë sepse ndodhesh sigurisht përballë kundërshtarit, po ti ndodhesh në një garë edhe me kolegët e tu dhe nuk ka kufi territori. Nuk ka limit për hapësirën gjeografike, sepse janë 5 bashki dhe ti drejtohesh 1 milion qytetarëve tashmë. Dhe i bie praktikisht që po bën fushat në gjithë Shqipërinë.
sepse Tirana është gjithë Shqipëria, janë 5 bashki këtu. Nuk është e lehtë edhe në kuptimin e diskutimit, sepse ti duhet bësh një fushat të një profili personal. Ti do të tërheqësh votat personale, sigurisht brenda umbrellës Partisë Demokratike. Për mua listat e hapura ka qenë një sfidë e veçantë që e ka marrë, me thënë të drejtën, edhe me një ndjenjë përgjegjësie nga njëra anë, po nga ana tjetër edhe me një sfidë personale timen. Ndoshta ti mund të thuash se të dëgjova që po e bisedonim pak më përpara që mund të kem qenë në parlament për 3 mandate me radhë tashmë. Kam hyrë për herë të parë në parlament 2013. Dhe mund të kem qenë në një pozitë më komode. Mund të kem qenë në vend të 8, në vend të 6, në vend të 2, ndërkohë që si kjo betejë tani nuk është asnjëra nga ato që kam kaluar në të shkuarën. Sepse kjo betejë tani për mua me të vërtetë është betejë elektorale e gjithë karrierës time politike. Nuk e dija që kisha qenë e përgatitur për të, sepse vetëm kur gjendesh në betejë ti e kupton je apo jo e përgatitur. E more vendimin shpejt për ta pranuar ofertën për të qenë listë hapur apo tu desh të mendohesh? Nuk kisha asnjë diskutim që unë do isha në listën e Partisë Demokratike. Mendoj, edhe këtë e kam thënë edhe publikisht, mendoj që e meritoja të isha në listën e mbyllur, për kontributin opozit, për vlerësimin që më dhanë demokratët në primare, edhe për angazhimin tim në politik. Po kjo është një çështje e shkuar tashmë. Sigurisht. Di pse ta them këtë se kur kemi transmetuar atë ditë kur përpiloheshin listat, Elda Menga ka qenë në recepcionin e Selis PD-s. Elda ishte mërzitur herë të parë, unë i them që Elda, thua edhe ti ndjesitë tua, dhe Elda tha, kishte një ndjesi që unë e di që kishte për disa individ që i njeh prej vitesh, që pse ata nuk folën në mbledhje dhe të thonin kundërshtitë e tyre për këtë përzgjedhje. Ka ndodhur në fakt që keni folur në mbledhje atë ditë? Unë e kam diskutuar me zotin Berisha këtë çështje 2 ditë përpara. Për mua në mbledhje ishte një fakt i kryer. Nuk doja të flisja në mbledhje për çështjen time dhe për situatën time, po fola për gjithë qarqet e tjera përveç Tiranës, sepse kisha një konflikt interesi aty. Po përveç kësaj, Grida, ne ndodhemi tani në këtë betejë që në këto 10 ditët e fundit, në këtë sprintin e fundit që ka mbetur përpara, duhet përpiqemi që të maksimizojmë çdo gjë që kemi bërë deri më sot. Dhe për mua ajo është e shkuar. Me thënë të drejtën, më dha një hap më të shpejt primaret, edhe mbështetja që më dhanë strukturat e Partisë Demokratike, dhe më dha një hap më të shpejt edhe mbështetja e faktit që jam në listë hapur. Nuk besoj që do e kisha këtë mbështetje, po tisha në listën e mbyllur. Fakti që jam në listë hapur më ka sjell një angazhim dhe një mbështetje jo vetëm nga strukturat e Partisë Demokratike, po edhe për tej. Patjetër. Nga ana tjetër, si formul, kodi tani ju jep juve mundësinë që jeni në listë të hapur që në basketin apo në koshin e votave të partisë, që pak a shumë PD-ja, po themi 150.000 i ka të vetat, të mund të garoni dhe të ndani atë basket që e ka partia, të gjithën tek lista e hapur. Nëse deri në 2021 diskutohej që e gjithë lista prej 34 vetash do të ndante votat e partisë dhe të zonës gri, tani ju ndani votat e partisë jo në 34 emra, po i ndani në 34 minus 12 apo 37 minus 12. 37 është lista hapur, që do të thotë 12 që është shtesë, është mirëqen aty, 37 është lista e hapur. Për mua kjo është një nga fushatat më të vështira, sepse ti nuk ke asnjë, e thash pak përpara, asnjë kufizim, por ka pasur qef mbetje mes kolegësh? Nuk di që t'janë thënë. Nuk di që t'janë thënë. Ti e njeh, gjërat që janë thënë aty kishin kohë që diskutoheshin. Dhe unë besoj që për pak kishte surpriza. Mund të ishin 1-2 që kishin surpriza. Ishin thënë, ishin diskutuar, besoj që gjërat momentit fundit kishte shumë pak. Okej. Eris, vota për Ilir Metën, thua ti. Si është të shkosh vetë për të kërkuar për dikë tjetër? Së pari, Partia e Lirisë në këto zgjedhje hyn me liderin në izolim ekstrem. Çka do të thotë që kjo është betejë e parë e imja në 20 vite që kam në atë parti, që është 17-18 vjeç, që unë bëj një fushat pa liderin fizikisht, pasi pa dyshim që ai është në të gjithë drejtimin e fushatës dhe në të gjithë drejtimin e partisë. Pra kjo është betejë e betejave. Dhe pavarësisht insistimit tim personal të kryesisë që zoti Meta ishte në listë mbyllur për shkak të izolimit të tij ekstrem, ai vendosi me një vendimarrje shumë të madhe për të qenë konsistent vendimarrjeve të tij në të shkuarën,
kemi parasysh që ai ka bërë grevurie në 2008, unë kam qenë drejtuese LRI-s në atë periudhë, mbi 10 ditë në kundërshtim pikërisht të këtij sistemi zgjedhor dhe ku kryetari do duhet vendosi deputetët dhe jo qytetari të vendosi deputetat. Që kështu në konsekuencë edhe të 2005, sepse ai e kishte shumë të lehtë në momentin që krijoi Lëvizjen Socialiste për Integrim, ta vinte vete në proporcional, por shkojnë mazhoritar në Berat dhe u përball me votën e qytetarëve. Dhe në këtë moment ai vendosi të ishte listë hapur, padyshim një vendimarrje leadershipi, një vendimarrje shumë e fortë, e cila është pritur me një entuziazëm të jashtëzakonshëm tek qytetarë dhe padyshim që përgjegjësia për të kërkuar votë është shumë e madhe. Sa do të thoja, entuziazmi jot për të kërkuar votë dhe për të nxjerrë një rezultat të pëlqyeshëm për Ilir Metën, do të ndahet përgjegjësia tek ju apo si do e mbaj përgjegjësinë Ilir Meta atje ku është në gjendje izolimi? Domethënë, ju e ndjeni si përgjegjësi shumë e madhe, e jashtëzakonshme dhe padyshim që rezultati që ne kërkojmë 30.000 vota në emrin e Ilir Metës është një përgjegjësi e të gjithëve ne dhe padyshim që intensifikimi, takimet që ne jemi duke bërë der më der, duke takuar që nga themelues Lëvizje Socialiste për Integrim, po kam takuar Artan Distafën, shokun e klasës të Ilir Metës, që punon sot te njësia 1, si kur më parë për presidentin e Partisë Lirisë, kam takuar bashkëpunëtor ti, kam takuar socialist, po socialist Qinkaraq, jo nga ata trilindjes, të cilët kam punuar dhe vlerësojnë zotin Meta, që do të votojnë padyshim për ndryshimin dhe do të votojnë për zotin Meta. Pra, vendimarrja e tij, edhe pse në pamje të parë unë e kundërshtova, mendoj që ka qenë vendimarrja më e drejtë për të mobilizuar çdo mbështetës dhe person që ai që tek ai besojnë. Arion, kjo ishte një nisje e nevojshme për situatat e tyre individuale dhe të personalitetit protagonizmit politik. E nisim me ju sa i përket agendës, programit, mundësisë, mënyrës dhe strategjisë se si e kanë dizenjuar këtë fushat. Javën tjetër, fundi javës tjetër është finishi, si është sot përfaqësimi i koalicionit të opozitar të kryesuar nga Partia Demokratike sipas teje? Mjafton të shikojmë sfidat që kanë dy zonjat, personalet, dhe t'i ngrem ato në fenomenin e fushatës opozitës, për të thënë që fjala sfidë është më e vogla, më e pakta. Më e pakta. Jo vetëm Jorida që është, falni që drejtohem, Zonja Tabaku është në listën e hapur, në një garë shumë të vështirë për kontekstin e erës së parë, e historisë Partisë Demokratike në këto 3 vite, krizës Partisë Demokratike, vetë trajektore së zonjës Tabaku, që duhet, për mendimin tim, duhet të kishte një qëndrim tjetër e gjithë lista dhe, por nuk e pati dhe në këtë pjesë që nuk e pati, zonja Tabaku, në bazë të trajektores, mbeti listë e hapur. Kjo është vështirësia e madhe që i shtohet çdo vështirësie që ka opozita në fushat. Kjo është hera parë që në fakt ti në këtë studio, apo ndoshta sepse s'ke ata të Partisë Socialiste që të zgjedhësh të keqen më të vogël sipas teje. Do t'i kam thënë gjithmonë. Po thua që shikoj se lista është kështu dhe kështu. Po, ato që listën në kam thënë. Primaret dhe përpasoj lista është problem që për mua, dhe kam dhe në formë pyetje në fund në base të parashtrimit, për zonjën Tabaku, po që për mua e penalizoj primaret dhe lista e PD-s. Unë do mendoja do ishte një... E penalizuan primaret? Do me thënë, ndikuan mos vendosja e rezultatit faktik të primareve në listën e kandidatëve, ata që dolën të parët, pra të themi, rezultatet më të mira, ndërto dhe Jorida, që të vendosin listë mbyllur, kjo krijoi një reakcion negativ të demokratët dhe të qytetarët dhe të zona gri, ndoj unë. Kurse, për Partinë e Lirisë, edhe sfida e zonjës Xhixho është shumë më e vështirë e lidhur me sfidën e Ilir Metës. Pse? Fushat nga izolimi, prej 6 muajsh, koha kalon, njerëzit të harojnë, mos qënja në pushtete e Partisë Lirisë, po kryesorja, targeti i Zotit Rama,
prej krijimit të LSI-s ka qenë shkatrimi dhe marrja e faktorëve faktorit elektoral dhe atyre që themi biznesmenët pranë LSI-s, zyrtarët e lartë, zyrtarët ish zyrtarët, pa kënaqurit, po të shikojmë ka 2 raste. 2 zyrtarë, një deputet, një zyrtar, i ka marrë dhe nuk ka mjaftuar që ata kanë hapur krahun. Ata janë kthyer dhe kanë thënë, po punojmë për Partinë Socialiste, pra 2 fish rezultati. Kjo është opozita, në këto kushte futet. Opozita, siç futen 2 zonja temën. Shumë të vështirë. Në dizavantazh të brendshëm dhe në sfidë të 2 fish me një lloj absurdi në rastin sidomos të izolimit. Esion, një moment i parë që mund të jetë pyetje, që mund të jetë qëndrim. Po, me gjithë përzemërsim për 2 zonja që kam përballë, e parë në këndvështrimin e një votuesi demokrat, më ndaloj njëri në rrugë sot dhe po më pyet se si është kjo historia e votës me listë mbyllur dhe listë hapur, ishte një votues i zonjës Tabaku. Tha, dua të votoj zonjën Tabaku, por nuk dua që të votoj Partinë Demokratike. Dhe po i shpjegoja se si mund të votoj vetëm zonjën Tabaku dhe duke treguar edhe efektin që kjo është një votë automatike edhe për Partinë Demokratike. Po tha, ç'do më thënë kjo lista mbyllur? I thash, do më thënë që do apo nuk do ti, Albana Vokshi dhe Risa Gjigjo do të hyjnë para në parlament. E po ngeli vend, do hyjë dhe zonja Tabaku që është e votuara jote. Po ç'lidhje ka kjo, tha unë, nuk votoj, ata nuk ka mundësi të votoj. Pra pse duhet që vota ime të jetë shumë herë më pak e rëndësishme se sa vendimi i kryetarit të partisë. Thën këtë, ka përshtypje një zoti Berisha në takimin që ka bërë me zonjën Tabaku 2 ditë para se shpalleshin listat. Me siguri ka shpjeguar dhe e ka bindur që zonja Tabaku, zoti Ilir El Mehmeti, janë listë hapur, sepse janë nga ata që mund të sjellin votues të PD-s dhe të votojnë PD-n, edhe kur nuk kanë menduar vetë të votojnë partinë, po e bëjnë këtë për shkak të vlerave që përfaqësojnë këta 2 kandidatë që Po këtë mund ta bënin duke qenë listë mbyllur. Po, në listë mbyllur, zonja Tabaku nuk do ishte kaq luftarake sa është sot. Është detyruar sot është në nga hapi aty. Luftarake kam gjë çdo ditë Siona, ti më njeh. Sigurisht, nuk e mohoj detajën tuaj. Po duke qenë në zonën nuk do kërkon të votë personale, po. Duke qenë në zonën e riskut, instikti politik për mbijetesë është shumë më i fortë dhe sigurisht që nuk e di nëse janë të vërteta shifrat e publikuara, po nuk besoj që do paguanit $13,000 për 90 ditë në Facebook dhe Meta vetëm për qëllime elektorale, po të kishte qenë listë. Ato janë gjatë gjithë vitit fundit. Unë nuk e di nëse janë, por janë raportuar si për 90 ditë, që janë shifra shumë të ndaja. Jo, gjatë gjithë vitit fundit. Dhe kam përshtypjen që justifikojnë këtë risk që ju keni. Duke patur parasysh edhe faktin që po themi ka sondazhe jo shumë optimiste. Nga kjo studie të tjera që ndoshta Partia Demokratike nuk e kalon 12-shën e listës sigurt dhe askush nga ju me lista e hapur mund mos e ketë mundësinë që të fitojë. Sondazhe jashtë realitetit. Mund të jenë kështu, po ato që kemi parë, nuk kemi parë një tjetër, kemi drejtën tuaj të mos i pranoni. Ndërkohë që sa i takon pastaj 2 vendet e sigurta që ka Partia e Lirisë, po dalë atë tjerë në listën e mbyllur, në disfavor të zonjës Tabaku që mund të ishte një prej emrave listën e mbyllur, vi në një moment ku Partisë e Lirisë nuk mundet dhe çdo parti aleate që ka vend listë sigurt nuk mund t'ja masin peshën elektorale në 12 maj. Pra duke qenë lista e tillë që është një listë e përbashkët mikse, ne nuk mund ta dim fiks sa vota janë të Partisë e Lirisë dhe ai meritoi Partia e Lirisë ato 2 vende në listë sigurt. Pra zoti Blushi dhe zonja Gjigjo a merituan të ishin në parlament përpara se zonja Tabaku të ishte. Se do të themi publiku që zonja Gjigjo do të jetë e para që fiton mandat dhe nëse ngelemi ndabosh, zonja Tabaku do të fitojë mandat. Pavarësisht nëse zonja Gjigjo ka provuar peshën individuale, që nuk i provohet në këtë rast, zonja Tabaku duhet bëjë një betejë për mbijetesë politike duke e provuar vetë saj në limite politike. Nuk është e drejtë politika e Siona. Tani të them 2 gjëra. Po me gjithë përzemërsim për 2 ju e dini që nuk konsideroj personalisht. Nuk është e drejtë gjithmonë politika, por mua kjo betejë në listën e hapur ndoshta edhe mund të më ketë forcuar pak, mund të bëj në të mirë në të ardhmen. Dhe ti ke të drejtë, mund të jetë një strategji elektorale e partisë, po kjo është e shkuar. Domethënë, përsëri e them që kjo është e shkuar. Për sa i përket sondazheve doja të specifikoja diçka. Sondazhet edhe nga kjo studio, të cilat të gjithë i kemi ndjekur, me të vërtet mendimin tim është që ne duhet të sfidojmë ato. Ne jemi aty për t'i sfiduar, për t'i thyer ato. Sondazhet nuk tregojnë një realitet ditën e votimit, tregojnë një perceptim me një normë shumë të madhe të pavendosurish, me një grup shumë të madh njerëzish që nuk deklarojnë votën dhe me një sistem ku unë të them të drejtën, shqetësimi kryesor që kanë njerëzit kur unë i takoj është, ju lutem mos na bëni publik.
Dhe të them të drejtën, ka një frikë shumë të madhe tek qytetarët. Ke administrata publike, ke bizneset e vogla, të lutem se vinë tatimorët, të lutem mos na bëni publik. Kështu që unë i marr me rezervat e mia, pa i paragjykuar absolutisht. I marr me rezerva për sa i përket rezultatit të ditës së zgjedhjeve. Vetëm se ne të gjithë këtu e dim në kënde të ngjashme dhe të ndryshme politike që nuk ka ndodhur në këtë vend që sondazhet realisht të sfidohen në nivelin që do donim ne të sfidoheshin. Pavarësisht nga frika që thot Erisa, vendi pa lirë edhe njerëzit nuk përgjigjen si duhet, ka dhe një gjë tjetër. Këto sondazhe, pavarësisht pikëve në përqindje apo në mandate, qëndrojnë aty me njëra tjetrën pavarësisht nga cilët bëhen, nga njëra anë. Nga ana tjetër ne nuk shikojmë absolutisht asnjë grup interesi, nuk shikojmë asnjë organizatë jo qeveritare e cila të sfidojë dhe të vendos një fokus grup të lirë, të qëndësishëm që na jep një rezultat tjetër. Çka do të thotë që me shumë gjasa të shkojmë aty tek ai rezultat. Tani nuk ka ndodhur. Pavarësisht ai i mbrëmshmi në Top Channel ishte deri data 25 prill dhe ju thoni nga 25 prilli deri në 11 maj gjërat mund të ndryshojnë. Dakor. Ti thuaj që nuk ka ndodhur ndonjëherë që sondazhet të sfidohen në këtë vend. Pas në Amerikë nuk ishte ndodhur dhe u sfiduan. Ne realitetin politik nuk e kuptojmë. Po, kishte një palë që thoni një palë sondazhe të tjera. Jo, dakor. Ka asnjë palë që po na thot një palë sondazhe të tjera. Sigurisht shikoj Partinë Demokratike që të dalë me forcën e vet dhe thot, ne kemi sondazhet tona të partisë. Nuk e ndalon njeri. Dhe ne dalim me këtë dhe dalim me këtë përgjegjësi përballë publikut që ky do të jetë rezultati jon, atëherë në atë moment të paktën e dim që kjo parti ka këtë projekcion, përveç asaj që thot kryetari vet. Në qoftë se më lë që ta përfundoj logjikën. Janë sfiduar sondazhet në vende të tjera. Nuk është se nuk janë sfiduar. Në Shqipëri them tani. Jo, në Shqipëri sigurisht që kjo është hera e parë për tu sfiduar. Ky vend i palirë, domethënë prapë se sfidon dot është. Me një sistem ndryshe, sigurisht tashmë është për të provuar ky sistemi nëse do të jetë efektiv edhe për partitë, se nuk e dim se si do të jetë sistemi. Nëse në 2021 mund ta kishim një parashikim, tani nuk e kemi dot një parashikim. Kjo gara e brendshme do ta maksimizojë rezultatin apo jo? Dhe un kam besim që kjo do ta maksimizoj, sepse ne jemi duke shkuar në të gjitha ato skuta votuesish që më përpara partia nuk ka shkuar. Unë jam duke dalë jashtë partisë, jam duke shkuar tek njerëz të cilët profesionistë të lirë, kanë fituar një çështje në gjykatë kushtetuese dhe më kanë kontaktuar vet. Unë nuk besoj që këto sondohen ndonjëherë ose janë njerëz të cilët mund t'i kontaktosh drejt për drejt. Po kjo nuk ka rëndësi. Rëndësi ka perceptimi që marrim nga njerëzit dhe pastaj rezultati ditën e zgjedhjeve. Në fund të ditës Partia Demokratike është një parti fryma. Ne e njohim gjithë Partinë Demokratike. Nuk është një parti e cila janë të gjithë në rresht, e cili është rezultati në Tiranë ja, një sekond ta përfundoj. Nuk është një parti që janë të gjithë në rresht, që ditën e parë që janë ngritur, janë karikuar. 2 javë i fundit të fushatës sigurisht që ka një temp tjetër. Varet edhe nga dinamika, varet nga ngjarje, sigurisht. Për mua 2021 Partia Demokratike dhe LSI-ja kishin 17 deputet, sepse nga ai realitet neve nisemi. 110.000 vota, prodhuan 4 mandate, ndërkohë që ishin 12 mandate. Këto vota, nëse është si në 2021, prodhojnë 19 mandate. A është si në 2021 është pyetja? Tani unë në terren e shoh edhe më mirë në disa raste se 2021. Sigurisht që ka një lodhje. Nuk hezitoj ta them që ka një lodhje të njerëzve qytetarëve, një mosbesim te politika, por gjëja kryesore që unë bëj, po edhe shumë kolegë tjerë bëjnë, është që së pari thirrja për votim dhe së dyti se pse do jetë ndryshe. Pse unë do jem ndryshe? Unë këtë thirrje bëj sepse në këtë rast bëj fushat për veten time. Pse unë do përpiqem brenda kësaj ombrellet madhe ku ne po marrim votën, që unë të jem ndryshe dhe t'i përfaqësoj. Dhe besoj që gjithë secili në mënyrën e vet e plotson këtë. Një sqarim, padyshim sondazhet janë, nëse do ishim në një vend të lirë, do kishim dhe shoqëri civile që do t'i publikonte ato, Grida. Dhe padyshim media nuk është pushtet politik. Patjetër, por po them që realiteti ku bëhen këto sondazhe në një vend ku nuk bëjnë dot foto me deputetë e opozitës se kanë frikë për heqjen nga puna. E bën një kompani amerikane, më se ka bërë njëri foto atyre. Kur e bën një kompani amerikane që është që bëhet ndaj qytetarëve që është prezent dhe që qytetarët nuk duan të shprehen për votën e tyre dhe në mas nuk duan as të publikohen. Kam vetëm një problem me ty, se je re në politikë dhe dua që çdo individ që ka rrugtim profesional të vijojë, se nuk është kollaj për politika, është profesion i madh, edhe i rënd. Dhe nuk dua që kur të dalë ai rezultat,
unë të kem përsëri në studio ty dhe them, shiko, a ka mundësi një ditë që të ktheni në politikanët që njini realitetin dhe pikërisht se e njini ju vlerësojnë, jo sepse bëni sikur se njini. Se unë kam bindjen absolute. Patjetër që është e vështirë. Pra, në qoftë se ti do të përballesh në 12 maj. Në izolim, Erisa Xhixho. Patjetër pra. Erisa Xhixho do përballet në 12 maj. Gjithë makinerinë elektorale. Patjetër pra, të blerjes votës, të shantazhit. Po problemi është rezultati që do të përballet me ty. Dhe do përballesh me atë rezultatin probabël të sondazhit që Top Channel dhe në Top Story mbron publikoi. Do ta kem Erisën duke thënë çfarë? Ishte fushat dhe thash ato gjëra? Ky është problemi, se ti do të them realitetin që duhet eci. Unë dhe Jorida perceptojmë terren. Okej. Këtë po them. Unë nuk di të them, unë di që pak kënaqësia është shumë e madhe. Unë di të them që kostoja e jetesës është një nga problemet që ju evidentoni. Që një nga shqetësimet më të mëdha qytetarët është që nuk përballojnë dot çmimet, që ky rrënim ekonomik që del në çdo sondazh, si mundet që shkaktari i këtij rrënimi ekonomik të vot besohet te 11 maj. Kjo është pikpyetja që duhet shtrojmë sot. Pra sondazhet tuaja nga një anë japin një pasqyrë realitet shqiptar të rrënimit ekonomik, të emigracionit, të shpopullimit, të rrënimit në arsim, shëndetësi dhe çdo gjë, dhe kosta e jetesës është problemi më i madh i qytetarëve, dhe nga ana tjetër shkaktari kryesor i këtij rrënimi ekonomik që është Edi Rama, merr fitore në 11 maj. Pra ky është pikpyetja ime shumë e madhe. Prandaj duhet t'ua bëjmë juve këtë, a mund ta kuptoni ju këtë? Nuk bën sens logjik. Që faktike, shqiptarët në sondazhin ton mbrëm, pra tonin të kontraktuar me kompaninë me Klauglin të Top Channel me bashkëpunim, se s'është tonin, pra është një kompani prestigjioze, thonin ekonomia 21.3% është problemi. Dhe ka qenë vimësisht gjatë 10 viteve të fundit. Kosta e jetesës, problemi më i madh. Pagat e ulta, korrupsioni ishin 5 parë, rritja e çmimeve ishin 5 parë. Të njëjtët shqiptarë që thonin këtë, thonin 50.3 ose 51 shkon në drejtimin e dur, thonin që Edi Rama është i preferueshëm mbi 50 për kryeministër, thonin që Sali Berisha është rreth 40 ca i papëlqyer, se duhet të rikujtojë shifrat, dhe Ilir Meta është 80 ca i papëlqyer. Këto shifra tani nuk mund të jenë deri në fund ose në mes të majit të ndryshueshme 100%, sepse 50% e shqiptarëve nuk janë sonduar dot. Janë larg në perceptim. Prandaj u them, në rast se ne kemi një listë të mbyllur të këtij koalicioni, i cili që në momentin e parë nuk frymëzon me risi, nuk duhet ta përballoni një herë situatën ju me qartësinë e plot, thoni që shiko, po, ka shumë gjasa që njerëzit nuk na vlerësojnë për këtë, po kjo le të jetë një vot, jo për ne, po për misionin që po se s'do t'ju tregoj se si do ta bëni fushatën tuaj, se s'dua të shkoj deri atje. Ma kuptoni ku e kam sensin e kam. T'ju kem nesër në studio është data 13 maj, 12 maj. Dua që juve t'jeni koherente. Po pra, koherente jam. Pra nonsensi i logjikës që gjithë këto problematika shumë të mëdha që qytetarët i thonë që ne i hasim terren, që nëpër biznese nuk ka konsum, nuk ka para, pensionistë pa mjaftueshëm me pensionin e tyre, fëmijë të pa në alfabet funksional. E njëjta gjë 2021. Dhe kjo të e njëjta gjë 2021. Mendoj që ka një shpjegim Jan Xhixho, është mosbesimet e lista opozitare. Jo, tani kjo arsye të nuk shkojnë tek të botojnë opozitën. Këtu përballoj në një debat këtu duhet kisha PS-n e para. Sigurisht nuk e ke ata zgjedhën mos debatojnë. Që në këtë moment ty PS-ja ta ka rënuar në sensin e debatit dhe llogaridhënies. Pra PS-ja duhet të jepte llogari. Sepse duhet t'japi llogari. Pse nuk ka mbajtur premtimin e Ujpishëm? Atyre në Berishës për të thënë që ja kush opozita ime. Ore duhet të jepte llogari një herë. Këtu nuk po jepet llogari nga ai që ka llogari se del prap fitues. Pse do të bëj debat me ju kur e ndjen që është fitues? Unë doja të bëja program nuk e ka bërë. Nuk e ka bërë asnjëherë. Nuk e bën. Po sigurisht nuk ka fituar gjithmonë. Absolutisht përzihen sepse fruma që ju thoni për Partinë Demokratike, koalicionin tuaj, as kësaj radhe nuk është. Ja, të them diçka për këtë çështje. Lista juaj nuk është një listë që mua personalisht më bën vit votoj PD-n. Lista e mbyllur. Nuk më bën të ndjej një listë. Të them diçka për këtë çështje. Ne që biem ditë, dakord? Ne që biem ditë 12 vjet mund të rrimë i njëjti kryeminist që ka rënuar këtë ekonomi. Nuk harroni 5 partitë opozitare që tentojnë të hyjnë në parlament të zvendçojnë ato opozitë,
që nuk, ndoshta për disa ju nuk po bëni mirë. Tani nuk se unë kam shumë vështirë që të flas si për njëri tjetër, por du të them vetëm një fjali. Tani që të bijem gjithë dakord që ky mlefi ekziston, që ky inati ekziston, që kjo revolta e njerëzve ekziston, reflektohet dhe tek sondazhet tuaja. Problemi është se sa të aftë do jemi ne që këtë gjë ta çojmë te kutia votimit. Kjo është pyetja. Dhe është pikërisht çështja për të cilën po bëjmë thirrje këto ditë. Unë mendoj që ka akoma kohë në 2 javët e fundit për ta ngritur. Ka ndodhur gjëra në 2021 që javën e fundit ndryshoi tendenca. Ka ndodhur gjëra edhe në zgjedhje të shkuara që mund të ndodh ndryshimi i tendencës. Ne sot jemi të fokusuar tek betejat që thotë Risa, tek çështjet e ekonomisë, tek çështjet e xhepit, tek çështjet e papunësisë dhe këto gjëra për qytetarët shqiptar kanë nevojë që neve t'i flasim. Dhe unë mendoj, e kam menduar gjithmonë, po e mendoj kësaj radhe më shumë, që ne duhet patjetër së pari njëri mos bien pre e fushatës që Partia Socialiste po bën dhe t'i ofrojmë atyre një zgjidhje. Vetëm duke i ofruar një zgjidhje mund të japim alternativën. Zgjidhjen tuaj është çështja, pra gjithë ato probleme ekzistojnë për gjithë ne. Edhe për votuesin e Edi Ramës janë të njëjtat probleme si për votuesin opozitar. Çështja është pse nuk vjen përkundrazi votuesi i Edi Ramës ka edhe zhgënjimin, sepse votuesi opozitar ka qenë gjithmonë kundër Edi Ramës. Projekcion që ai votues nuk vjen tek ju. Shiko, vazhdon të rritet Edi Rama për arsye që do t'i kuptoni ju të parët për para nesh. Patjetër, unë besoj që ne ndodhemi në një moment tani që e shkuara të paktën në 3 vitet e fundit i ka shërbyer shumë Partisë Demokratike. Edhe për të ndryshuar, edhe për të përmirësuar, çfarë ka shkuar, ka shkuar. Në këtë moment që ne ndodhemi, unë besoj që është e nevojshme që të merrem me kundërshtarin. Unë e kuptoj shumë mirë që sot, siç e tha Arisa, ne nuk e kemi këtu kundërshtarin dhe ju s'keni pse të luani rolin e kundërshtarit. Por rolin e freskuesit tuaj nuk mund ta bëni me gjithë respektin personal. Në mënyrë absolute jo. Në mënyrë absolute jo. Po e rëndësishme është që të kemi një debat, pse nuk ka një përballje politike. Pse nuk ka një ofertë, qoftë edhe një ofertë. A ke dëgjuar një ofertë? Nuk kam dëgjuar, nuk ekziston as dokument i shkruar programi i Partisë Socialiste. Se nuk ka një moment kur unë po them, ne të ndalemi, nuk ka kaq shumë gjëra nga Partia Socialiste. Pse ata rezultojnë fitues dhe ju rezultonin humbës? Nëse do më lësh ta përfundoj. Këtë dëshiroj të kuptoj dhe të lutem më konsidero si një votues potencial, mos më konsidero as si gazetare, as si pala kundërshtara. Më konsidero si një votues potencial dhe më bind pse unë që vuaj këto elemente ke qeverisë të shumë shqiptar, nuk bindem ende të votoj atë listë të Partisë Demokratike, sepse unë sa dëshiroj të votoj ty, e di që do hyrë në parlament përpara teje disa njerëz që nuk dua t'i shoh me sy. Tani Esiona, unë njerëzve që më thonë kështu se të them të drejtën në këtë debat e kam dhe me njerëzit. Unë njerëzve që më thonë kështu i them, më voto muaj që të futem unë në parlament, akoma dhe më shumë, që unë vazhdoj ta bëj betejën atje brenda në Partinë Demokratike dhe në parlament. Sigurisht që unë ndoshta nuk përfaqësoj gjithë partinë politike, po e rëndësishme është jo të përçuar Joridën Kuvend. Kësaj radhe e rëndësishme është për të rrëzuar Edi Ramën. Dhe këtë betej besoj që e kanë edhe të majtë edhe të djathtë. Pastaj shifrat, unë s'kam qenë ndonjëherë e deklaratave bombastike. Por mbas 12 majit besoj kur tulemi këtu në këtë studio, në çdo studio tjetër, pak gjëra do jenë të sigurta, po sfidimi i sondazheve deri në çfarë mase nuk e di, po sfidimi i sondazheve mund të jetë një nga ato. Unë nuk të sfidoj ta mbash këtë bast, se nuk dua rëndesën tënde të mëtejshme. Do më thresësh këtu dhe do vi unë këtu. Unë nuk të sfidoj të them që të vëm një bas, se në shumë studio tjera do të kishte ndodhur kjo, do të thosh, do të thonin. Po do vim këtu dhe do ta diskutojmë. Unë nuk dua fare që ti të vësh bas me këtë, se për fatkeqësitë tënde besoj që nuk do të jetë kështu, por çrëndsi ka kjo se besoj unë, sepse ka një kontradikt në atë që ndërton pas shtjellimit dhe pyetjes së Esionës. Kush është? Ti thua, okay, mos voto, nuk ka rëndësi se janë ata, më voto mua. Në listën e hapur çfarëdo lloj gjëje që të ndodh, versioni më i madh janë 3 ose 4 që mund të hynë nga lista e hapur në rastin më optimist në parlament. Ndërkohë që në listën e mbyllur janë 12 dhe në rast se siç është evidentuar dhe në sondazhe, ka pak kënaqësi me listën e mbyllur sidomos të Tiranës, njerëzit thonë, kanë shqiptarët një shprehje, me një lule nuk vjen pranvera, qofsh edhe ti kjo lule. Nuk pretendoj që ti jem kjo lule. Kështu që kjo ofertë duhet ose ta ristrukturoni dhe prandaj duam ta gjejmë në këtë studio kush do të ishte valvula që i bën ata njerëz të votojnë ty, pavarësisht se që sipas tyre ti je pakica ty dhe nuk je shumicë. Pra këtu na bind sepse jemi në një audiencë me shumë rëndësi për të pasur këtë mundësi. Domethënë na bind, ora pse duhet votoj ty kur unë me atë listën në përgjithësi, përjashto disa emra sigurisht, nuk
e shikojmë si të shkuarën, nuk dua t'i jap fare kosto atyre, po e shikojmë si të shkuarën. Ndonjëherë shkuara nuk është aq keq, Greta, se qeverisja 2005-2009 e mbajnë mend që të gjithë që sigurisht ka qenë shumë herë më mirë se këto 12 vitet fundit. Njerëzit nuk kam se të votojnë fare për mua, mund edhe të votojnë mua, mund të votojnë dikë tjetër. Lista e hapur në fakt është jep mundësi të gjithëve që ato që nuk e gjejnë ke Jorida ta gjejnë ke një kandidat tjetër. Njerëzit duhet të votojnë për veten e tyre. Dhe kësaj radhe sfida është me të vërtet vota për veten e tyre. Unë kam takuar në këtë fushat socialist, me të vërtet socialist, që më kanë thënë na gënjeu një herë, na gënjeu dy herë, tani mjaft më. Tani a do të shkojë kjo tek vota? Deri në fund, në momentin e fundit, kjo varet sigurisht edhe nga thirrja që do bëjmë ne, edhe nga oferta që do bëjmë ne. Njerëzit ndodhen në një moment dhe besoj që këtë e rastis shpesh që mund ta kenë humbur pak edhe besimin tek politika. E kanë humbur pak edhe besimin ke institucionet. E kanë humbur pak edhe shpresën që gjërat mund të ndryshohen edhe nëpërmjet politikës. Pikërisht këtë jemi duke përpjekur t'i tregojmë, që gjërat mund të ndryshohen nëpërmjet politikës, gjërat mund të ndryshohen edhe nëpërmjet programit dhe qoftë unë ose qoftë dikush tjetër në listën e hapur dhe kjo mund të jetë komplet strategji elektorale, plotsojmë këtë mozaikun e madh dhe këtë puzzle-in e madh që secili ofron diçka. Ndodhemi në një moment, mbas 12 vitesh qeverisje, me të vërtet veçantë, jo për karrierën time politike, jo për mua si individ, po ndodhen në një moment veçantë ku ka arritur koha që duhen zgjedhur ato që shkojnë në parlament dhe të përfaqësojnë më së miri. Ne kemi qenë në parlament dhe gjysmën e parlamentit nuk e njihnim. Gjysmën e parlamentit nuk e njihnim. Tani, a ka ardhur momenti që sot votohet edhe për deputetin, po të votosh edhe për veten tënde. Do marrë 12 i keni të përcaktuar kush do jetë. Ka ikur lista 80%. Ndryshon kodin për listat e hapura, shumë e thjeshtë. Merr 84 vota qeveri, bën listat e hapura. Bëj zot realitet. Dhe patjetër pra, është betejë e listave të hapura. Se ne jemi një parti që kemi bëj zot realitet ndryshoni me 84 vota, do me thënë... Po pra të ndryshoj sistemi zgjedhor, që mos ketë më deputet listë mbyllur dhe listë hapur dhe të jemi të gjithë në listë hapur. Problemi është, nëse flasim për lista. E kemi nisë të diskutim, jo në 2021. 2018 ka bërë grevurie. 2018 këtë diskutim. E kemi nisë konstruktivisht, strukturalisht, brenda partisë, tje lista komplet hapura e su bërë gjë. Po flas. Të flasësh sot me sikur, prandaj them bëj zot realitet, sikur kjo të ndodhi, kur dy partitë janë bërë bashkë, e kanë mbyll listën fakt, pas një liste që ishte më e hapur dhe këto duhet ta thoni, ka qenë lista 2021-shit, ka qenë shumë e hapur se sa kjo. Unë kam thënë të gjithë. Po flas këtë e kam thënë publikisht dhe nuk kam asnjë kompleks. Tani po visi një angazhim që ka marrë lideri që po kjo është e shkuar. Lideri që unë mbështes zotin Meta, po, nga që thash se mbarova, më fal. Përfundo. Domethënë listat e hapura ne jemi fakt që i kemi mbështetur. Pra, ndryshimet kushtetuese 2008-s që zoti Meta i dhanë të drejtë, edhe pse kishim gjithë kundër, listat e hapura provuan padyshim jemi në konsistencë të garimit të tij në listë hapur. Çështja është debati që bëhet për listën e Partisë Demokratike apo të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, ndërkohë që nga ana tjetër listën jo vetëm që gjysmat i ke për SPAK edhe anonime tjerë me radh, por nuk e program. Çështja është zgjedhjet për çfarë bëhen? Bëhen për programin? Se unë jam shumë e interesuar dhe qytetarët gjithashtu që programi i Aleancës për Shqipërinë Madhështore është për uljen e taksave, uljen e çmimit të energjisë, është gjithashtu për është establishmenti. Unë flas për programin dhe unë mendoj që duhet krijojmë një kulturë tjetër politike. Shqiptarët si ju edhe bashkë me ne. Po duhet ta krijojmë një kulturë të re politike. Ku është kjo kultura e re politike? Po secili nga ne duhet investohet. Aleanca jo ka një program. Ti ke të vjetrit e kësaj politike që kanë bërë rregullat e lojës, që kanë dalë dhe kanë thënë ishte fushat ajo. E dini ju se sa mbahen premtimet në këtë vend apo bëjmë sikur s'dim gjë? Pra, të thuash sot që kemi marrë këto premtime, ka vetëm një mënyrë. Dhe ai duhet ndërshkuar. Bashkë me Ramën nuk diskutohet. Dhe ne nesër nëse si mbaj premtim ndërshkohet, unë për atë jam. Po pra po, ka vetëm një problem. E di kush është garancia për të mbajtur premtimet? Di kush është garancia? Garancia është përfaqësimi, kush, jo çfarë. Se fjalë të bukura në këtë vend mund të thonë që të gjithë, ca me strateg dhe letra të shkruar, ca sepse ja mëson partia përmendsh, ca se i përgjigjen fushatës në atë moment. Fjalë të bukura thonë gjithë këtu. Problemi është ne mund të kemi kredibilitet te kush, jo ke çfarë thot. Prandaj ju duhet të mësoni që programi pothuajse s'ka vlerë fare më. Ky zotëria që është qeveri ka mbajt premtime, fakt është që nuk ka mbajt premtime. Po, por ka mbajt pushtetin. Që nga legalizimi, po, me bandën e çrbes. Ka mbajt pushtetin.
Ka mbajt pushtetin në risk. Se listë hapur Edi Rama, se tha do e vën listë hapur, listë mbyllur, pastaj e vurin listë mbyllur. Ndërkohë 2021 Ke dyshim që nuk votohet Edi Rama? Nuk e merr dot një mandat? Jo, unë po flas që në Durrës e vuti të teti në 2021 se kishte mbyll me bandat. Në rregull me çyrben e gjitha që dolën. Po prap, nuk është argument se Edi Rama e merr një mandat kudo sido që të jetë. S'është ky problemi. Unë shtroj pikpyetjet e mia, fakti që nuk përballet, se ai që është në rregull përballet, vjen, jep llogari, jep platformë dhe çfarë do bëj. Fakti që ofendon gjithë fushata e tij është ofendim je çyryk si çyryk, gjysmës Dibramve për turpin e tij, që i përmend smundje atyre prindërve që e vuajnë, që bullizon opozitën dhe nuk ke asnjë lloj programi, përkundrazi edhe kur bën program për 200 euro, kopjon atët Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Unë mendoj që secili nga ne kontribuon se rrallë herë unë qëndroj duke mbrojtur ndonjë palë, po vëre një gjë tjetër. Për shembull, ditë e fundit ai thot 200 euro në dekadën për gjatë dekadës. Ka zgjedhë një mënyrë tjetër, të bëhet gjëja realist. Po, për 2030, ne kemi 100 vitin e parë. Dhe ajo që ju vë në duke juve në program është që ju këta që premtojnë 200 euro nesër, nuk e realizojnë dot, prandaj e premtojnë. Unë ju them 200 euro brenda dekadës se jam realisti. Dhe ky është i sigurti. Po pra, dhe ky që tha në Elbasan, që unë nuk bëj program se i kam të fituara. Ky tha në Elbasan, që unë nuk bëj program, s'kam nevojë për program, se kam fituar betejën dhe ky erdhi te programi sepse pa që programi i Aleancës për Shqipërinë Madhështore po jepte një efekt të jashtëzakonshëm në elektorat. Nuk ka efekt, ja ta them unë. Ai e kopjoi. E kopjoi edhe keq për mua. Se futi pensionin 400 euro, që PD-ja zoti Berisha e tha një herë dhe nuk e tha më. Sepse pensioni 400 euro, pensioni mesatar 400 euro, sipas ekspertëve, Jorita është e fushës. 200 euro kam dëgjuar. Jo, mesatari, jo minimali. U tha njerë nga Berisha, para 2 muajsh, por nuk u fut te gjëja e shkruar. Më konfirmo se më hidh poshtë një qofse. Nuk e ka PD-ja. Ata e morën. Mbra e kopjuaj dhe gabim. Çfarë duhet të them me këtë? Se në fund hyre në, do të paktën sipas mendimit tim hyre në bisedë që të bëjmë një bisedë politike. Po pikërisht. Po çyryk, po fiton zgjedhjet. Tani këtu ka një pikpyetje të madhe. Pikpyetje e madhe këtu është që këta absurd duhet ta zgjidhni ju, se ju e keni marrë përsipër në kuptimin dhe ne sado duhet ishit në palën tjetër, ne do bëjmë gryerin e nevojshme për interesin publik. Çfarë shikoj unë te ky nisur nga ky problem që po bëri opozita dhe mund ta bënte më ndryshe, pastaj e debatojmë. Ligjërimi i Berishës dhe i eksponentëve të Partisë Demokratike në gjithë fushatën ka qenë prej kohësh me një referendum. Pra zgjedhjet e 11 majit i ka shndruar në referendum. Kjo kësaj do t'i shkonte një fushat për referendum. Pra, përmbysja, të gjithë kandidatët zyrtarët bashkë, mitingjet më dhaja, në kuptimin frym. Qa shikojmë në sot? Këtu dua si parashtrime dhe si shpjegimi në pseja. Ne shikojmë fushatën më të vakët. Ani, mund të flasim çfarë të duam ne këtu për Ramën, për Berishën, për median, për sondazhet. Këto janë gjitha që janë thënë komente. Ajo që ndodh në realitet, të pyesësh edhe qytetari më të painteresuar thotë ka zgjedhje, sikur s'ka zgjedhje. Pale njerëzit e fushës që thonë si këto zgjedhje, që nga financat, nga fryma, nga... Pra, ndërkohë e keni bërë fushatën si referendum, pra zgjedhjet keni shtruar referendum, ndërkohë bëni, sepse ligji ju detyron të bëni fushat personale, vetjake, se cili për vetën e tyre, se kështu është ligji. Pra, për mua është kontradita e parë kjo. Mund të ndale pak? E mbylla. Referendumi, zgjedhjet referendum, duan front. Duan një front të madh, mendoj unë, opozitar. Pra, dikush këtu duhet të sakrifikonte. Pra, bëhen disa fshehje, pra, listat, primaret, fushata më vete, rrymat, ngatrohen, dhe kjo e mungesës frontit. Kjo donte sakrificë. Për fytyrë sot si do kishim 8 parti në opozit. 8 parti që do flisnin në një zë, në një qëndrim.
për ditë në media në një qëndrim. Pra gjithë partitë e vogla dhe PD-ja, dhe LSI-ja, dhe partitë e reja të ishin të gjitha në front, me çfarë do lloj sakrifice, duke lëshuar çdo gjë. Kompromisi, me çdo lloj kompromisi. Sepse nëse i kërkojnë shqiptarëve rotacionin, atëherë të parë që sakrifikojnë janë ata që kanë fuqinë për të bërë bashk koalicionin e madh. Patjetër, koalicionin e madh dhe që bën dhe përmbysje referendumit. Ku është kjo sakrificë thua ti, që ja kërkojnë shqiptarëve dhe në fakt nuk ja ofrojnë shqiptarëve këtë. Ne jemi në pozitën që po vëmë këtë madhështi, si me thënë në thonjza, po vëmë opozitës se nuk kemi majorancën. Sepse opozita shtu, kur vjen majoranca bëjmë të njëjtën gjë. Po këto janë në kuptimin strategjik të fushatës që pra nuk ndjehet në terren. Shiko, në terren për mua është ndjerë më shumë se çdo lloj fushate tjetër. Për ty personalisht, sigurisht, për mua personalisht ndihet më shumë se çdo lloj fushate tjetër. Ka ndryshuar koncepti i fushatave që mbushen sheshet një herë në 2 ditë. Se edhe qytetarët kanë ngarkesën e tyre. Në strategjinë tonë të fushatës dy janë gjërat kryesore. Derë më derë, që nuk është diçka e re për fushatat e Shqipërisë, paktën 90 vitet e fundit, ky ka qenë stili, derë më derë me bizneset, kontakti personal, dhe e dyta, raporti i propozimeve duhet patjetër të jetë 80% propozime, 20% kritik. E gjithë fushata e Partisë Demokratike, nëse e ke dëgjuar, është pikërisht kjo. Për këtë fola unë, për këtë diskordancë. Kjo është oferta. Selia qendrore, mitingjet kryesore, fushata kombëtare flet për kritik, për denoncim, për përmbysje, për pastrim të shtëpisë, ju flisni për këto. Tani, jo, nuk është e vërtet. Është 80% programi, ja u them unë, tani unë jam brenda asaj, është 80% ofertë, 20% kritik. Tash ndoshta në lajm bën më shumë kritika, është çështje komplet tjetër. Po strategjia e fushatës është kjo. Unë për Ulzim Bashën nuk është se mendoj ndryshe nga pjesa më e madhe e opinionit publik. Por Ulzim Basha kishte një program të mirë, mbi mesatar, madje në 2021-shin. Edhe një frym që sot nuk është. Unë mendoj që zgjedhjet fatkeqësitë në Shqipëri nuk fitohen me program. Programi i Partisë Demokratike është absurdi që tha ka të njëjtat koncepte. Parimet bazë janë po të njëjta, se ato janë parimet që ka Partia Demokratike. Kështu që nga një vit elektoral në tjetrin, mua nuk më duket sikur bën një diferencë madhe, po sot nisemi edhe nga një presupozim që situata ekonomike është më keq se ç'ishte në 2021-shin. Dhe ndoshta ka një komponent social pak më të fortë. Edi ta bëj pyetje direkte. Rama nuk pati program 2017-2021, Dajre Timon. Ju patët program shumë mirë, Konrad Adenauer, po me ndihmën e tij ekspert. Rama fiton. 2017-2021, 2025, prap Rama ju kopion programin. Një programi prap shumë të mirë dhe paketet dhe mshurisë të gjitha. Ju prap këm ngullni në të njëjtën pjesë me program. Ju ka 2 herë, do me thënë ai ka dalë fitues. Pra këtu diçka nuk shkon. Ju do vazhdoni me program apo do bëni në një akt tjetër? Unë besoj që duhen bërë gjitha paralelisht. Se nisa me absurdin e ri se qëndron. Ne shikojmë pensionistët marrin 180 eurosh, 180 euro. Mesatari 163, duket po. 163. Dhe në shumicë votojnë PS-n. Kjo është absurd. Tu ka diçka që luan, do me thënë në rëndshëm. Ju në qoftë se vazhdoni me program. Prap në 12 maj është i tha Grida. Do vim këtu të denoncojmë. I vodhi, i bëri. Nuk mjafton kjo. Në qoftë se më lejon. Në qoftë se ndodhemi këtu për të analizuar listat, unë besoj që kjo është çështje e shkuar. Ne ndodhemi këtu për të parë prezente se ne bikojmë mbi listat. Vendimi për listat është marrës jon. Tash ne nuk kemi shumë marrë. Rim të pyetja direkte, do bëni ndonjë gjë tjetër apo do vazhdoni me program? Me program për mendimin tim. Të bëjmë diçka tjetër në këto 10 ditë thua ti? Në këto 10 ditë mbas 11 majit. Çfarë do bëjmë pas 11 majit? Në këto 10 ditë, në qoftë se më dëgjon, në këto 10 ditë. Në qoftë se ne dorim në këtë absurd, në këtë radikalizim. Ai pa program, fiton, ai thot çurik dhe fiton këtu s'ka më politik. Do bëj politik. Së pari një herë. Do bëni politik. Dëgjoj një sekond tani. Po jo, nëse do të dëgjoj një sekond. Nuk më shkon se jemi në prag fushate dhe ju respektoj pozicionin dhe në qoftë se më dëgjoj një sekond. Dhe kemi dashamirësi në sel. Dhe le ta themi hapur që kemi dashamirësi në sel. Në qoftë se më dëgjon, sidomos për zonjat politik në. Unë kam shumë vështirësi. Ju mora precedentin, e mbarova, po e përfundoj. E mora si precedent. Mirë, mund ta bëj edhe me nëse. Për mendimin tim, faktorët elektoral të Shqipërisë nuk janë fatkeqësisht programi, ekipi dhe gjithë të tjerat, fushata. Janë faktorë jo elektoral dhe të jashtëligjshëm. Dhe pyetja është direkte, do vazhdoni me programin dhe do vazhdojmë në 12 maj do them këtu i vodhi, këtu i vodhi, këtu i vodhi në si njohim. Kjo është ideja.
Arion, mund të them diçka tani. Sikur të ndodhë kështu. Tani, së pari njerë ne ndodhem një diskutim 10 ditë përpara zgjedhjeve, që unë besoj që është e nevojshme që ta sjellim diskutimin tek oferta. Jo ta sjellim se çfarë do ndodh. Dakor, ofertën e bëhet. Jemi tek oferta. Tani, besoj që qytetarët shqiptarë sot kanë të nevojshme të dëgjojnë se cila është oferta e Partisë Demokratike dhe kanë të nevojshme të dëgjojnë që edhe në 2021-shin, edhe në 2017-ën, zgjedhjet ashtu siç ishin, unë nuk e pranoj dot që në këto studio të thuhet u fituan ndershmërisht. Sepse nuk u fituan ndershmërisht. Ne kemi qenë aty aktor, kemi qenë lojtar, ne dim se si ishin ato zgjedhjet. Pikërisht ato që ka ndodhur në 2017, në 2021 ne do përpiqemi për ta përmirësuar, edhe për ta ndryshuar tani, marr nga ky realitet. Tani, cili qytetar do preferonte të votonte për taksa më të larta? Cili qytetar do preferonte të votonte për këtë situatë që është krijuar edhe me largimin dhe me emigracionin dhe me çmimet? Po, cili qytetar do preferonte për të votuar për atë panoramë që përmendi Grida në sondazhin e reflektuar këtu një natë, 2 net më parë? Kjo është pyetja. Dhe mendoj që ky 10 ditë që fundit është jashtëzakonisht deciziv, edhe për ato që ndoshta se kanë vendosur, sepse norma e pavendosurve është shumë e lartë. Aq sa mund të jetë për gjysmën e rezultatit. Ju jeni me kulm të fushatës, unë ju respektoj, por kjo është shumë alla amerikane. Jo, fare, kjo është realiteti, që norma e pavendosurve në 10 ditët e fundit përcakton pikërisht. Kjo po, teorikisht po. Në 10 ditët e fundit, norma e pavendosurve përcakton pikërisht ato njerëz, sepse deri më sot ti ke deklaruar një pjesë që mund të jenë militant. Norma e pavendosurve përcakton, në 10 ditë e fundit shkojnë patronazhistët e fundit nga Shqipëria në për Europë dhe plotësojnë votat e emigrantëve, të pjesës tyre. E kam të vështirë t'ju ndërpres, nuk flas dot, ju dëgjova. Në 10 ditët e fundit, njerëzit kanë nevojë që neve t'i rikujtojmë dhe një herë, jo vetëm ato që kanë ndodhur 12 vite, po pse do jetë ndryshe? Pse ne do jemi ndryshe? Dhe besoj që pikërisht ky është diskutimi që ne duhet bëjmë tani ndryshe. Pse ne do të jemi një ofertë ndryshe? Pse ne, me gjithë mosbesimet që ka se le të jemi korrekt me njëri tjetrin, mund të ketë edhe mosbesim, mund të ketë edhe ajo që ndodhi në 2021-shin do të përsëritet, ajo që ndodhi në 2017-ën do të përsëritet. Kanë nevojë njerëzit që ta dëgjojnë edhe për modelin, edhe për programin, edhe për frymën. Unë mendoj që norma e pavendosurve, po edhe mundësia e diasporës është një mundësi shumë e mirë që gjërat të jenë të ndryshme. A e beson që edhe administrata publike më çon mesazhe njerëzit pafund që thonë edhe për ne ka arritur në një nivel që nuk mbahet më. Ka arritur në një nivel dhe administrata publike që nuk mbahet më. Hiqi patronazhistët dhe hiqi këto të punësuarit politik të viteve të fundit. Unë kam një shpjegim personal për pse dhe 2 pyetje për zonjën nëse më lejoni dhe më lejojnë. E para, siç Arioni thotë, unë besoj që si votuese, si monitoruese zgjedhjeve, programi është bërë gjithmonë më pak i rëndësishëm. Ndoshta asnjëherë s'ka qenë i rëndësishëm, por është bërë gjithmonë më pak i rëndësishëm. Ajo çfarë ka qenë e rëndësishme ka qenë fryma. Dhe kam përshtypjen që fryma në kampin opozitar u zbeq qysh kur zoti Berisha nuk deshi, nuk mundi, apo nuk u propoj sa duhet për të bashkuar frontin opozitar. A mund të kishim sot çdo parti opozitare bashkë në ombrellën e zotit Berisha? Nuk ndodhi për arsye që ne nuk i dim. Pra, së pari kur ne i pam që hynte përçar në frontin opozitar, kuptuam që po me opozitën e opozitës, kanë qenë këtu në studio, nuk duam rotacionin. Tani të flasim realisht. Ai është pra unë dalë në debate dhe opozita e opozitës më bën më shumë opozit mua se i bën Edi Ramës. Tani dhe oferta është bërë në djenin time për gjithë. A do ishte frym më e lartë rotacionin nëse do ishte bashkë? Të unë nuk e di, besoj që do t'ishet më ndryshe jo, nuk është një çështje egosh kush hap një parti. Çështje kush ballet me Edi Rama. Jo, kush është për rotacionin, Së pari kampi opozitari për qarë që luftoj njëri tjetrin më shumë se sa Edi Raman. E para, pra goditja e parë ose fitoria e parë e Edi Ramës. Së dyti ishin listat. Unë nuk po them që lista e PS-s ishte një listë më e mirë, por di të them që lista e kampit opozitar, lista e koalicionit më të madh opozitar, nuk ishte një listë që bandit të lista e opozitës, të bandit. A të hyte kjo lista të lutës, se po të më folë për emrat e inkriminuar, të përmend Arian Dojën, të përmend Elvis Roshin, të përmend Gjinxhonin, të përmend Deli vetëm që është në burg po deshe, se kjo është çështje këndvështrimi me krejt tjetër. Unë po them lista për mua. Po Partia Socialiste t'japi llogarinë. Pjesa e mbyllur ishte padyshim një listë besnikësh, jo një listë për të. Shumë herë më e mirë lista e Partisë Demokratike e mbyllur dhe e hapur se ajo e Partisë Socialiste. Dhe lista e hapur me përjashtim të 2-3 emrave është një listë që nuk binte. Së treti, ajo që nuk është faji PD-s specifikisht, po është faji sistemit, është që lista e hapur nuk e ndihmon partinë të rritet.
sepse zonja Tabaku apo një kandidat tjetër, zonja Çupi po themi, e ka më të lehtë të shkojë te demokrati e të kërkojë votën personale, se të shkojë tek kundërshtari politik e të kërkojë votë personale. Pra do marrin brenda vetës. E kufizon mundësinë për të këtu partinë. Kam përshtypjen që kjo është disavantazhi i tretë, pse ne jemi në kushtet ku sondazhet nuk e favorizojnë opozitën dhe unë do të luteja, do të shpresoja shumë që të ishin të gabuar sondazhet për të mirën e gjithë shoqërisë në cilën ne jetojmë, dhe gjithë sistemi politik. Për të mirën e Shqipërisë në fund ditës se nuk ka lidhje me interesin. Do doja shumë të ishin të gabuara, por kam përshtypjen që nuk janë të gabuara. Dhe pyetja që më falet të t'ju bëj pyetjet e fundit që unë kam nëse jemi në fund. Për zonjën Tabaku do doja nëse mund të shqetësot të na jepin një projekcion minimal të mandateve që merren në Tiranë, pra sa është minimumi sipas jush që merren në Tiranë mandate, dhe për zonjën Xhixho sa është numri i votave minimale që Ilir Meta personalisht i premton koalicionit. Po. Së pari, unë e kuptoj që ky është realiteti politik, por unë nuk bie në atë kulturë politike dhe unë mendoj që të gjithë duhet kontribojmë që të kemi një kulturë politike të re, ku debatohet më shumë për programin, siç bëhet në gjithë vendet evropiane, dhe unë nuk do resht ashtu si zonja Tabaku së folur për programin dhe për ofertën që ne i japim qytetarëve. Të thuar që qytetarët nuk janë të interesuar për programin dhe hajde nuk flasim për programin në proces zgjedhor, ku këtu do duhet të ishte një përballje për të rritur edhe nivelin e kulturës së debatit dhe zgjedhjeve, për të kuptuar dhe qytetarët pse votojnë dhe pse duhet ndërshkojnë nesër, dhe pse duhet ndërshkojnë sot dhe nesër nëse ne nuk i mbajmë premtimet. Unë nuk e pranoj këtë gjë. Dhe padyshim që programi i Aleancës për Shqipërinë Madhështore dhe që ne po e trokasim në çdo derë me çdo qytetar, që padyshim ne si parti politike me 5 prioritetet kemi një vit. Ne jemi forca e parë politike që kemi bërë afishimin e programit, që nga shpopullimi, që nga arsimi, bujqësia, fuqi prodhuese Shqipëria deri te fuqi eksportuese. Të thuar që kjo është një realitet Shqipëria dhe ne nuk mund ta ndryshojmë, unë nuk e besoj kështu. Unë mendoj që ne duhet ta ndryshojmë. Së pari, së dyti, qëndrojmë duke programin se duket sikur nuk duam ne të shfaqet programi. Unë kam pasur këtu Berishën, i kam dhënë me slajt e programin, është dhënë sa herë që ka pasur përfaqësues tjerë, e kanë thënë, e ka thënë Arioni shumë shpesh me përfaqësues të majorancës programin e PD-s duke dhe koalicioni duke e mbështetur. Por çështja është kjo. Programi ka një vlerë. Ajo si ka sjell në disa raste zotin Rama në disa momente. Tani më lër të them çfarë ndodh në perceptim publik, se këtë ta them me shumë përgjegjësi. Në perceptim publik ndodh kjo. Ti mund të japësh vlerë programit në rast se kundërshtari yt politik vendoset përballë teje dhe ti i thua ti se ke bërë sepse. Dhe arsyeja pse se ke bërë është kjo dhe arsyeja pse e bëj unë është kjo. Dhe kur ke kundërshtarin përballë, kundërshtari thotë jo zonjë ti nuk e bën dot dhe po spekulon sepse ti je në opozitë. Dhe nivelin i 2025-s për politikën shqiptare. Ti je në opozitë dhe i thua të gjitha ëndrat, por në fakt ti nuk arrin ta bësh dot të, sepse borxhin e ke kaq, sepse këtë e ke kaq, se kaq do të çosh këtu e tjerë. Prit. Ja them një shifër kjo gjë, jo, një minutë, moment. Kjo gjë do të ishte program. Pse? Se me kundërshtarin përballë, e dej për qytetarët shqiptar që meriton një debat, një llogaridhënie e tjerë. Debat të një programi të besueshëm. Sepse dy palët vendosen dhe kur njëra i thot tjetrës ti se ke bërë sepse, dhe tjetra i thot tjetrës ti se bën dot sepse, aty fillon dhe bëhet programi i kuptueshëm dhe i besueshëm. Çfarë ju ndodh juve në rill politik tani? Tani ata shmangen, ne do shmangemi. Juve këtë debat nuk e keni dot. Ata kanë zgjedhur, ju s'keni zgjedhur, kjo pikë rëndësie nuk ka, sepse jemi në fakt. Dhe fakti është që juve nuk ju jepet kjo mundësi. Dhe mundësia e vetme që keni ju është që secila palë të, po e them në mënyrë folkloristike, të bilbilos çfarë mund të ofrojë, sikur të jetë një marketing produktin televizion i paguar. Dhe këtu tani bie kredibiliteti i programit, sepse ti thua që ti mund thua çdo gjë, gazetarët, siç e bën dhe sonte kolegët e mi, nuk përpiqen që juve t'ju godasin programin sepse nuk kam pse mbrojnë atë që s'është programi dhe vendosemi në këtë absurd politik. Dhe na mbetet ju themi, do ndroni absurd e ka bërë Edi Rama. Jo, po s'ka rëndësi. Jo, në qoftë se ju do vazhdoni të thoni që këtë absurd e ka bërë Edi Rama, dhe Edi Rama ju merr pushtetin, Arioni dhe Siona po i bëjnë pyetjen, ore si do e zgjidhni këtë absurd? Sepse ky është realiteti politik. Do vazhdojmë të takojmë qytetarët. Okej. Do vazhdojmë der më der, do vazhdojmë të sqarojmë që ky njeri që rrënoi ekonominë, që largoi qytetarët, që largoi fëmijët tuaj, dhe që
një çift i ri nuk e ka të pamundur të marrë një apartament në Tiranë për shkak të kostos shumë të madhe, që s'keni siguri në shkolla kur çoni fëmijët, se në vend marrin libra, marrin armë. Sa mendon ti është eficiente kjo dhe nuk mendojnë qytetarët atë që po them unë që drejt keni ju secila palë vjen na thot nga jo ofertë, ikni sepse mbaren për. Jo, po ka ofertë nga ana tjetër. Sigurisht kanë edhe ata. Ato kanë më shumë risk. Ka asnjë ofertë. Ato kanë më shumë. Nuk ka asnjë ofertë. Ata kanë të marrin telefon në sekond, të marrin pushtetin lokal që opozita dhe këtu flasim të treja bashkë njësoj me të njëjtën përgjegjësi po doni, që opozita e la dhe mund marri dhe bashkin, mund marri dhe administratët dhe thot pse ti këtë zotrin e ke lënë kështu dhe ta zgjidh në sekond, dhe ai nuk merret fare me ty, sepse thot ky tjetri ma zgjidh tash dhe më dha dhe numrin e telefonit si ka mundësia i ta bëj. Dhe ai presion që është ka për t'u kthyer në bumerang, absolutisht po, sepse ka arritur një kulm dhe jam dakord me Joridën, edhe mua më marrin shumë nga administrata publike, dhe administrata publike të ketë një mesazh sot që absolutisht ne jemi për konsolidimin e administratës publike, ne jemi për gjithë investimin që ka bërë shteti shqiptar për administratën publike, dhe askush që ka shkelur ligjin nuk do të ndërshkohet, absolutisht, por ata që kanë shkelur ligjin, patjetër që do të përballen përpara drejtësisë. Vetëm 400 lidhje nepotike ke dogan tatime sot që flasim. Në rregull, por administrata publike që ka zbatuar ligjin absolutisht ka mbështetjen tonë më të madhe dhe pa dyshim që ata nën presionin mësuesit e di për çfarë udhëzohen sot për të bërë like e share. Një mësues në vend të edukoj fëmijën, duhet bëj like e share në një presion të jashtëzakonshëm. Dhe pavarësisht gjithë hezitimit të tyre do t'jetë një votë masive ndërshkuese për këtë qeveri dhe për këtë po luftojmë çdo ditë për të sqaruar qytetarët, për t'i billur dhe për të folur për xhepin e tyre, për të folur për familjen e tyre, për ekonominë e tyre. Dhe lufta do të vazhdojë deri ditën e fundit. Partia e Lirisë garon në këtë zgjedhje 4 kandidat për deputet në listë të mbyllur, si pjesë e marrëveshjes, një replika me Sionën, ne vim me 120.000 vota në këtë koalicion, në 2021-shin, ai është fakti i fundit që ka LSI-a në raport me elektoratin, është fakt shumë i vjetër. Dhe duhet ishin 10 deri në 12 deputet. Është fakt shumë i vjetër. Kanë qenë negociata, kemi arritur në këtë marrëveshje, kemi 8 kandidat në listë hapur dhe këtu po përmend që nga Viktor Tusha, një ish kryetar i bashkisë Lezhës, me një eksperiencë të jashtëzakonshme, një personalitet që po bën një fushat të jashtëzakonshme, që ka probabilitet shumë të madh për të marrë mandat. Po të flas për Adriatik Hoxhën, mjeshtër i sportit në qarkun e Durrësit, me një entuziazëm të jashtëzakonshëm, me Gençalën në Korçë. Një mjek dhe personalitet, po do ma lejosh se unë këtë hapësirë mediatike. Do të lejoj, të kam thuar ty tani. Ne do të marrim, objektivi jonë është marrim 12 kandidat, 12 deputet nesër në parlament dhe pa dyshim në emrin e Zotit Meta të ketë 30.000 vota absolutisht, një kontribut 110.000 vota shkon në 30.000 jashtëzakonshëm për koalicionin e Aleancës për Shqipërinë madhështore. Okej, Jorit. Tani nëse mund të them diçka, besoj që jemi në minutat e fundit. Së pari njerë, kur shkojmë dhe takojmë qytetarët, janë shqetësime komplet ndryshe nga këto që po diskutojnë këtu. Ka shumë pak qytetarë që mund të ngren shqetësimet që po flasim ne. Qytetarët me të vërtet janë shqetësuar për të ardhmen. Dhe besoj që dhe besoj fort, besoj që oferta programore është mënyra më e mirë se si mund t'i tërheqësh këto njerëz. Është dhe ajo që thash pak më përpara, dhe fryma, po njëkohësisht edhe shpresa që ne mund t'i japim. Elementi kryesor në këto zgjedhje është t'i çojmë njerëzit për të votuar. A kemi mundësi ne në këto 10 ditët e fundit të çojmë njerëzit qytetarët për të votuar. Dhe ky çelës sigurisht që varet ke secili prej nesh. Është e vërtetë që sistemi të penalizon në një farmase sepse shkon po atje tek ai grupi i demokratëve që mund t'i drejtohen 3-4 kandidatë edhe më shumë. Por secili prej nesh është duke u përpjekur të gjejë mënyra të reja se si dali prej kësaj. Unë kam pas diskutime të jashtëzakonshme me profesionistë e lirë, që është një grup që tradicionalisht nuk voton. Por prej çështjes që u fituan në gjykatën kushtetuese, të gjithë, po të them në mas, të gjithë janë angazhuar për të votuar. Me grupe të tjera biznesi që me vërtetë ndjejnë rritjen e taksave. Po qoftë edhe pensionistët, është thyer ajo tabuja që tradicionalisht pensionistët votojnë të majtën, sepse sot në fund ditës mbas 12 vitesh, njerëzit janë duke bërë dhe llogaritë thjeshta. Janë duke bërë dhe llogaritë thjeshta familjare ashtu siç e bëni dhe ju. Ja vlen vota
mendimi 4 sekonda, më tha njëri sot, për 4 vitet e ardhshme, dhe të mendosh mirë se çfarë hej çdo ditë të atyre 4 viteve të ardhshme, dhe nuk besoj që ka shqiptar që vendos që mund të votoj po të njëjtin. Tani ne duhet të sigurohemi. Kjo ishte sikur të kishim zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kjo e gjitha që thonë. Atëherë ju e pranoni që s'ka të zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ju a thashë me çfarë do e Partive Popullore Europiane. Po unë këtë po pranoj këtë atëherë. Tani për ato që ju parashtrova, unë këtë ju thash. Ju po flisi për një fushat alla amerikane thash. Unë po flas ato që po bëjnë në terren. Ato që po bëjnë në terren. Ajo administrata e shkret bëhet akoma edhe më problematike se gënjen. Nuk e besoj që ta mbaj mirë nga njëri krah, po do votoj se sot. I kërkojnë. Shiko Arion, nëse mund të them, të lutem. Sot Arion, nëse mund të them diçka, nëse mund. Kjo ishte pyetja që domethënë kërkoja të Arion, të thosh sa përpara. Besoj që e ke dëgjuar që flasim sikur është dakord, jeni fushat. Nëse më lë ta ju nuk mund ta thoni që e kam shumë të vështirë që të flas sipër. Të ndershme, jo, mbarova. Tani, besoj që dëgjove që Parlamenti Evropian kishte dëgjes për zgjedhjet në Shqipëri. Nuk mjafton. Besoj që dëgjove diskutimin që ka pasur në Kongresin e EPP-s 2 ditët e fundit. Ka një ndërgjegjësim shumë të madh për edhe vëmendje të madhe për zgjedhjet në Shqipëri. Unë nuk besoj që ka përndryshuar Partia Socialiste. Raportet e Odirit do ta dimë se janë zgjedhjet këtu. Jo, s'po them raportet e Odirit. Po them vëmendja e shtuar që nuk ka qenë më përpara. E kam shumë të vështirë të kërkoj ndjesë. Unë e kam shumë të vështirë që të flas sipër jush. Të lutem ta përfundoj vetëm një fjali. Nuk besoj që Partia Socialiste do ndryshoj sot. Dhe nuk besoj që nuk ka përtentuar për t'i përsëritur të njëjtat. Po drejt që e mori këto janë zgjedhjet e para mbasi janë hap negociatat. Dhe nëse këto zgjedhjet para mbasi janë hap negociatat, që janë test edhe për demokracinë, janë test edhe për qytetarët shqiptar, shohim po të njëjtat sjellje, unë besoj që nuk kam asnjë shans për Shqipërinë. Lëre pastaj ajo pasaporta që tundet komplet kot. Po të them me siguri absolute, shqetësimet e qytetarëve sot janë as pasaporta europiane, jo, as diskutimet që bëjmë ne këto, po është realiteti ekonomik që ato kanë. Kam vetëm një pyetje për Joritën dhe Erisën, është kjo. Cili do qoftë rezultati, unë nuk do them asgjë për rezultatin, se do t'ju respektoj gjithë sakrificën tuaj, cili do qoftë rezultati. Për Erisën e pak a shumë në listë mbyllur dihet, por në rast se për 30.000 votat e Ilir Metës mateni ju. Dhe cili do qoftë për Partinë Demokratike eksaktësisht Jorit. Do ta përballoni betejën pas me komandën dhe me stilin e partisë? Nuk po të them se si është joja, se mund të them edhe si është joja, do me thënë, me ato fjalë që do thuen nga partia të tipit që duhet t'japim këtë mesazh, duhet themi që zgjedhjet në vodhën e tjerë, si do jetë përballja, por si duash ti më thua ose jo. Grida, unë së pari njërë do jem parlament shtator. Unë këto betej do ta fitoj. Nuk i kam vendos vetes në një objektiv si Ilir Meta, se s'kam parti, jam një individ, po jam Partinë Demokratike, kam mbështetjen e demokratëve, kam mbështetjen e strukturave, kam mbështetjen e elektoratit gri, dhe kësaj betejë do i shkoj deri në fund. Pastaj se çfarë ndodh mbas 12 majit, unë premtova që do jem këtu, ti premtove që do më ftosh dhe pastaj do dëgjosh se çfarë do them unë. Eris? Vetëm një saktësi me Sionën, se po më shkruanin, janë 30.000 vota në qarkun e Tiranës të Ilir Meta dhe 12 deputet në rang Shqipërie. Jo nga 120-30.000, se ishte një batutë për të sqaruar. Dhe jo, t'jeni të bindur që fushata që po bëhet dhe që unë nga kjo studio shumë prestigjioze, mendoj që ne në këto ditë që na ka ngelur, të kemi një thirrje që qytetarët votojnë dhe Shqipëria meriton zgjedhje të lira dhe ndershme sepse kemi një proces integrimi për të çuar përpara. Qofse rezoluta e Partive Popullore Europiane sot ishte shumë e fortë për 2 momente, vetëm të 2 momente, adresoj shitblerjen e votës, adresoj përdorimin e burimeve financiare të pushtetit në funksion të zgjedhjeve dhe intimidimin edhe e administratës. Dhe pjesa e dytë ishte të vendosen dhe të zbatohen mekanizmat e kushtëzimit të procesit të zgjerimit dhe të integrimit europian. Çka do thotë që kjo afekton vendin. Pra këto zgjedhje janë të rëndësishme për vendin, mi gjitha që të jetë lira dhe të ndershme. Kjo ajo si unë e perceptoj si qytetare. Gjitha këto deklarata dhe rezoluta ju e dini që efektet mund t'i kenë postum në varësi nga aftësia partive për t'i përdorur ato. Unë mendoj që ne kemi detyrimin që këto zgjedhje nuk ka ndodhur ndonjëherë që të bëhen përpara zgjedhjeve.
Po, është hera parë që bëhen përpara zgjedhjeve. Edhe raporti i paraprakjes OSBE-ut dirit ishte shumë i rënd. Efektet e përdorshmërisë së tyre, jo ndërgjegjësimit të tyre, efektet e përdorshmërisë së tyre janë gjithmonë postum. Duke ju falenderuar Jurita Tabakur dhe Risa Xhixho, do të shkojmë në pjesën tjetër Top Story. Faleminderit Arion, faleminderit Esion. Pjesa tjetër e Top Storyt është një ngjarje që ka tronditur totalisht. Pas 7 vitesh në Korçë është zbuluar një vrasje dhe jo një vetvarje dhe një vetvrasje, një ngjarje që Eraldo Harlicaj dhe të tjerë në redaksinë e Top Storyt kanë shkuar në Korçë, kanë marrë ekskluzive, dëshmi ekskluzive të prindërve të viktimës atëherë dhe të prindërve që nuk u dorëzuan asnjë çast për të zbuluar të vërtetën, të një vajze që pastaj shkoi në Kanada e të tjera me një prezencë të ish hetuesve. Na ndiqni menjëherë me ekskluzive të realizuara sot, ditën e sotme në Korçë dhe më shumë se kaq në atë dosje menjëherë pas hapësirës publicitare.